Përse I thon Edi Qukapiku Edi Ramës, në vitin 2003, Kryeministri I Republikës së Shqipërisë ka qenë Fatos Nano ose Fatos Xhuxhi në greqisht. Në vitin 1998, konsulent për kushtetutën e vitit 1998 ka qenë pikërisht një ekip grek. Aktori Arben Imami dhe shkrimtari dështuar Sabri Godo kanë qenë në grupin e punës për hartimin e kushtetutës. Greqia nuk do pranohej kurrë në Bashkimin Evropian, nëse do të ishte në fakt e pranuar që Greqia është origjina e kristianizmit pagan. Greqia me pretendime territoriale ndaj vendit tonë, Greqia që tërheq përhunde qeveritë dhe dikton favore për ministrat, do të na këshilloj neve për reformën në drejtësi. Greqi, merreni Belindën andenga e sollët, me rrobat e trupit, kovën dhe leckën për të larë dyshemetë, por mos këshilloni mbrojtjen e Ballukut, as mos kërkoni ta merrni prap, se sot është ngarkuar me trasta, është e rëndë, plotë për plot me euro. Por mbroni vetëm Ballukun, apo me këtë rast mbroni dhe Qukapikun tuaj që në vitet 1990 dhe 91 e thirrët në Korfuz që t'i jepnin udhëzime dhe t'i tregonit hartën e karrierës që duhet të priste fal jush. Në petkun e këshillimit teknik, kërkesa për ekspert grek dhe italian shihet si lëvizje politike për të zbutur presionin ndaj qeverisë dhe për të riformuar balancat në SPAK. Në Bruksel, Edi Qukapiku ka kërkuar që ndryshimet në drejtësi të konsultohen me ekspert italian, por sidomos grek, por kjo nismë shihet më shumë si negociat politike sesa si asistencë teknike. Me influencën e Athinës në strukturat europiane dhe perceptimet për rolin e saj në hetimet të ndjeshme, kërkesa ngrej pikpyetje mbi qëllimin real të reformës së re. Në vend të ekspertizës së Bashkimit Evropian, apo vendeve me sisteme të formuara drejtësie, si Gjermania, Hollanda, zgjedhjet e Greqisë për këtë projekt duket si lëvizje strategjike për baraspesh politike. Procesi zhvilluar në terr mund të prodhojë pasoje të thella për balancat e institucioneve për marrëdhëniet e Shqipërisë me partneritetin evropian në përgjithësi. Edi Qukapiku ka kërkuar në Bruksel që ndryshimet në kodin e procedurës, por edhe strukturën e drejtësisë, të bëhen në këshillim me ekspertët italian dhe kryesisht grek. Këtë paketë kryeministri e ka artikuluar prej kohësh në takime me diplomat europian, por siç mësohet zyrtarisht, e ka paraqitur gjatë darkës informale me presidentin e Bashkimit Evropian, Antonio Costa, në kryeqytetin europian. Në vija të trasha, kërkesa përbën një konsultim apo angazhim të ekspertëve të qeverisë italiane dhe kryesisht greke, përkatësisht jurist nga këto vende, sidomos helene, për të hartuar një draft, një projekt mbi drejtësinë që të përafrohet standardeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, kjo më shumë se sa një këshillim teknik ekspertësh, duket si një negociat politike, sidomos me Greqinë, të cilën Edi Qukapiku po e sheh si një faktor që po I ngec në fyt ose më saktë në sqep. Influenca e Athinës në institucionet europiane, sidomos me lidhjet në Ballkan, është e rëndësishme tani. Në fakt kjo daton që në vitin 2003, kur në samitin e Selanikut, Greqia u caktua si patronazhiste e vendeve të rajonit që kërkojnë antarësimin në BE, dhe tani e kupton nga vjen emri patronazhist. Si rrjedhim influenca greke në operacionin ndërkombëtar të monitorimit dhe sidomos në agjencitë që lidhen me drejtësinë shqiptare, është e ndjeshme. Madje Edi Qukapiku ka krijuar bindjen se disa nga hetimet më të forta në
pak kanë pasur shtysë greke si pasojë përplasjes me rastin Bejleri. I gjendur në një rrethim real, Edi Qukapiku duket se po kërkon një negociat me Athinën të fshehur në pekthun e këshillimit të ekspertëve për reforma në drejtësi, e kuptua? Një paket që duket më shumë si një lëvizje politike se sa një konsultim teknik me ekspert helen. Në thelb bëhet fjalë për një negocim politik mes qeverive, ose më saktë për një përpjekje të Edi Qukapikut për të zbutur presionin grek, duke qenë se Athina ka influencë të ndjeshme në strukturat e drejtësisë. Negociata të tilla, si çdo proces i këtij lloji, përfshin në koncesione nga të dyja palët. Nuk është sekret që influenca e Athinës, strukturat e Spakut dhe GKK-os perceptohet si e ndjeshme. Zëra diplomatik në Tiranë thonë se edhe kur kancelarit të ndryshme të Europës kanë kërkuar shtyrjen në një çështje, ndërhyrjet janë bërë përmes kanaleve të kryeqytetit grek. Kjo nënkupton një tryezë bisedimesh ku Edi Qukapiku ka pranuar peshën e faktorit grek duke kërkuar dhe ofruar kushte në mënyrë reciproke. Bisedime që të paktën në këtë fazë zhvillohen në errësirë të plotë. Pse qeveria shqiptare nuk ka kërkuar ndihmë ekspertize nga burokracia e Brukselit apo nga vende me sisteme drejtësie të formuara si Gjermania, Hollanda, Belgjika, Luksemburgu? Pse është orientuar pikërisht drejt dy vendeve më të dobta që nuk e kanë drejtësinë pikën e tyre më të fortë, si Italia dhe Hellada? Duket qartë se kemi të bëjmë me një lëvizje me gravitacion politik. Kërkesa për italianët dhe greqinë synon të krijojë një baraspesh, por dihet se ndërsa Rama ose Qukapiku në bashkëpunim me Romën nuk kanë çështje të hapura kontestuese. Në fakt Athina ka, dhe kjo është një levë që nuk do ta lërë pa e përdorur Athina kundër nesh. Sa do t'i kushtoj Shqipërisë kjo? Sipas të gjitha të dhënave, kërkesat e qeverisë greke po rriten, mos harrojmë detin. Nëse procesi zhvillohet në errësirë, siç ka nisur, përfundimi mbetet i paqartë. Nuk ka ndryshim që Athina ka ekspertë të drejtësisë që mund të ndikojnë në një reformë të re. Por ata nuk e njohin thellë realitetin shqiptar. Shqipëria ka ekspertë mjaftueshëm vetë për të zgjidhur të gjitha ngërçet ekzistuese. Logjika e ndihmës greke duket thjesht teknike. Dyshimet për kalin e Trojës janë të pashmangshme. Edi Qukapiku duket se po kërkon një negociat për largimin e tij të butë nga pema me krimbat në buzë. Një lëvizje që mund të prodhoj pasoja më të mëdha se sa kriza aktuale, ndoshta edhe përfitime, por kur gjithçka zhvillohet në errësirë, është e vështirë të presësh një rezultat të qartë dhe pozitiv. Pra, teknikisht, Edi Qukapiku po ushqehet me krimba grek. Në fakt, sipas të dhënave të fundit, neve jemi ushqyer me makarona me miza nga Greqia 2700 ton çdo vit, dhe me ushqime me krimba, me djathë të skaduar dhe me kos që vjen drejt për drejt nga dashi. Pa qumësht. Kos original. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencore për Edi Qukapikun dhe personazhe të tjera të mitologjisë moderne pellazge.